Mirëmishme, në kolegë, bisedojmë për hallet tona të përditshme, për gjendjen politike, për angazhimin për gjitha. Kam dhënë përgjigjen që në fillim të fushatës kam qëndrimin tim. Nuk do ta votoj një qeveri me vetëvendosjen, për shkak se nuk janë tregu korrekt ndaj procesit gjykatës speciale në Hag. Po shpresojmë zgjedhjet lokale 4 muaj kanë net nga procesi. Nëse nuk ndryshon një gjë, është mjerim politik i partive politik, po edhe kryetarëve të vetë tij. Ata do të me gjithë zgjedhjen. Zgjedhja është të ta, jo të deputetët. Nuk ka nevojë të ngarkohen deputetët. Ata do të marrin qëndrimin. Për hir të Kosovës do ta bëjnë edhe kompromisin, edhe partia e parë dhe të tjerët. Kam pas kërkesa. Jo si oferta, si mbështetje. Kanë kërkuar si mbështetje, kam thënë nuk ka një mundësi. Ata janë bisedat që kanë pas për burgun e Dubravës. Ka qenë një ndjenjë e dhimbshme e një vrasje, një masakër që ka ndodhur në majin e natës, po. Na kena kërkuar takime, na kena bisedu për gjitha problemet, po nuk është ajo një çështje që ka dominuar aty. Domethënë nuk e meritojnë votën pikërisht për mos mbështetjen e gjykatës speciale. Atje nuk është tashimi, po atje është presidenti i vendit, është ushtria shqiptare e Kosovës, atje është Kosova. Prandaj duhet ta mbrojmë. Kjo ka qenë kërkesa ime. Ata që përmbushin këtë kërkesë i mbështes.